Doktor, kur thoni për higjienën, mund të bëhemi pak konkret në base veçanërisht edhe për bebet e vogla? Po, sidomos për bebet e vogla, që natyrisht që çdo nënë ka të kujdesin e saj të mirëfill, për mirëmbajtjen e bebit, për larjen e tij, por natyrisht kjo duhet bërë në mënyrë korrekte, sepse sidomos tek vajzat mund të shkaktohen infeksionet urinare dhe nga kontaminimi, nga ndotja që ndodh midis rrugëve të jashtëqitjes dhe të organeve gjinitale për shkak të afërsisë së tyre. Ndonjëherë unë mendoj kur shikoj që më referojnë që kanë dhe skuqje apo që janë vështirësi pastaj sepse gjatë një skuqje të rrugëve të poshtme gjinitale, fëmia mund të ketë djegje gjatë urinimit, rekomandoj edhe përdorimin e napave, siç bënim dikur. Duket pak si e vjetër, por ndonjëherë e mbron sepse bebelinat për sado të mira janë, se sidomos cilësia sot patjetër që është përmirësuar shumë, por ndonjëherë janë për materiali plastik ose alergjik. Që acarojnë. Atëherë në këtë acarim e sipër neve duhet mbase mund të kujdesemi, kuptohet për raste të veçanta. Drimet e shpeshta dhe larjet patjetër që janë të rekomandueshme, ato që janë pjesa bazike, kurse për që t'i krijohet stres që duhet t'i ndroj vazhdimisht çdo orë apo të ngrihet edhe natën, atëherë kjo pastaj e tejkalon pak atë, madje ndonjëherë duke e bërë kaq shpesh mundet që ta rëndojmë situatën. Letrat e lagura do të thoja që kanë ato solucionet. Vetëm këtu është me raku, se mos kush e di kanë solucione që na prishin atë aciditetin, ekuilibrin e urinës dhe prej tyre ndonjëherë mund të marrim infeksione, pse jo, ato sterile janë, po mund të mbartin edhe mikrobe të ndryshme që mund bëhen problem për infeksion urinar.